Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Sot do flasim për vajin më të shëndetshëm, vajin e ullirit. Cilat janë përfitime shëndetësore, cilat janë rreziqet në disa raste, si të zgjedhim një vaj ulliri sa më cilësor dhe cilat janë llojet e tij. Pra praktikisht çfarë duhet të dimë në momentin që blejmë vaj ulliri. Në varësi të cilësisë, aciditetit dhe mënyrës së përgatitjes kemi disa lloje të vajit të ullirit. Vaji më cilësor absolutisht që është vaji ekstra i virgjër, i cili do të përftohet përmes shtypjes në të ftohtë, pra presimi në të ftohtë, pa përdorim termik apo pa përdorim të asnjë lloj kimikati, të kokrave të ullirit sa më cilësore, pra sa më të përzgjedhura. Përgjithsisht ka një ngjyrë të errët, ka një shije goxha të fortë, të hidhur dhe madje ka përmbajtje të lartë të polifenoleve dhe të antioksidantëve, të cilat do të mund të përmirësojnë sistemin imunitar, sistemin e qarkullimit të gjakut, do të parandalojnë inflamacionet, do të ngatërsojnë plakjen dhe do të ndihmojnë në parandalimin e një sër kancerash. Është vaj i cili mund të përdoret në momentin që kemi gatime shumë të lehta. Pra nuk është se kemi përdorimin në një nxehtësi shumë të lartë gjatë përgatitjes së ushqimit, mund të përdoret pas përgatitjes së ushqimit apo edhe në për sallata të ndryshme. Lloji i dytë i vajit është vaji i virgjër. Ky nuk është më aq përzgjedhës në llojin e kokrave të ullirit që do të përdoren, përsëri do të kemi persimin në të ftohtë dhe jo përdorimin të temperaturës apo të kimikateve, por që mund të kemi përdorimin edhe të kokrave të ullirit që mund të jenë disi të dëmtuara për shembull. Do të ketë një shije pak më të lehtë dhe nuk do të jetë aq e hidhur, pra edhe aroma nuk do të jetë aq e fortë si në rastin e parë. Edhe ky do të ketë përfitime shëndetësore, sepse do të ketë përmbajtje të antioksidantëve, ndonse jo në sasi të njëjtë me atë të vajit ekstra të virgjër. Megjithatë, ky lloj vaji mund të përdoret në gatime në përditshmëri, ndryshe nga vaji ekstra i virgjër, i cili preferohet të përdoret në momentin që nuk është se kemi përdorimin e temperaturave të larta. Lloji i tretë i vajit të ullirit është vaji i përpunuar apo i rafinuar. Në këtë rast nuk kemi më përzgjedhje specifike të kokrave të ullirit dhe do të kemi përdorimin e temperaturës dhe të solventeve kimik për largimin e aromave të padëshuruara apo të shijeve të padëshuruara apo edhe të aciditetit të tepërt. Ky vaj ulliri mund të përdoret për shembull në momentin që duam të skuqim diçka për arsye se ka dhe një rezistencë më të lartë pra ndaj temperaturave të larta. Lloji tjetër është vaji i përzier. Në këtë rast do të kemi vajin e rafinuar, i cili do të përzihet në vajin ekstra të virgjër në porcione të ndryshme në mënyrë që të mund të përdoret për skuqje kur nuk duam pra që të ketë një shije shumë të fortë të vajit të ullirit. Por nuk është se ka ndonjë përfitim shëndetësor, kush e di se sa çfarë pra krahasuar me llojet e tjera të vajit të ullirit. Dhe lloji i fundit i vajit të ullirit, i cili është më pak cilësor, është vaji i cili do të përfitohet përmes shtypjes së dytë. Pra nëse në shtypjen e parë do të kishim përfitimin e vajit ekstra të virgjër apo të virgjër, bërthamet dhe lëkurat e mbetura do të përdoren për një presim të dytë për të përftuar këtë lloj vaji, i cili nuk do të ketë asnjë lloj benefiti shëndetësor dhe zakonisht përdoret në industrinë ushqimore apo edhe në restorante dhe mund të përdoret edhe për deep fry. Por cilat janë përfitime shëndetësore të vajit të ullirit? Absolutisht që është vaji më i shëndetshëm, i cili do të përmirësojë sistemin e qarkullimit të gjakut duke parandaluar sëmundjet e zemrës, por gjithashtu edhe sëmundjet neurodegenerative, si për shembull demenca, Parkinson apo Alzheimer. Do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e nivelit të sheqerit në gjak, do të reduktojë inflamacionin, do të ndihmojë sistemin imunitar, si dhe do të ndihmojë në ngadalësimin e plakjes dhe parandalimin e një sër kancerash. Keni kujdes ama sepse edhe vaji i ullirit mund të ketë disa lloje rreziqe shëndetësore, sidomos nëse përdorim vajin e gabuar për mënyrën e gabuar të gatimit. Për shembull, vaji ekstra i virgjër absolutisht që ka një sër benefite shëndetësore dhe është më i shëndetshëm, por ai nuk mund të përdoret për skuqje për arsye se temperaturat e larta do të bëjnë prodhimin e disa përbërësve kimik, të cilët mund të jenë potencialisht kancerogjen. Pra është një vaj i cili nuk është se duhet të përdoret në temperatura tepër të larta. Gjithashtu duhet të kemi parasysh që vërtet ne themi që është vaj më i shëndetshëm, por kjo nuk do thotë që tani duhet ta abuzojmë, sepse në fund të ditës është një yndyrë si të gjithë të tjerat. Madje një lugë gjelle mund të ketë 120 kalori. Ndaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe të kufizojmë përdorimin e çfarëdo lloji yndyre, në këtë rast edhe të vajit të ullirit. Si të zgjedhim një vaj ulliri sa më cilësor? Ka disa karakteristika. E para njëherë duhet të jetë një vaj ulliri i cili duhet të ketë një ngjyrë jeshile të errët, në pak në të artë dhe duhet të jetë sa më i dendur dhe jo i rrjedhshëm si uji. Duhet gjithashtu të ketë një aromë të fortë që të kujton ullinë të freskët apo barin e sapo prerë dhe shija duhet të jetë goxha e hidhur dhe nëse djeg fytyn do të jetë një tregues i cilësisë. Duhet të shikojmë mënyrën se si është ambalazhuar. Preferohet një vaj ulliri në shishe qelçi, absolutisht jo në plastik dhe jo me shishe me ngjyrë të çelës. Sa më të errët të jetë mundur aq më mirë për arsye se drita e dëmton vajin e ullirit.
Gjithashtu rekomandohet që të shikojmë të datën e skadencës, e cila duhet jetë konsumimi brenda 18 muajsh nga data e prodhimit dhe duhet të shikojmë dhe vendin origjinës. Vendi ynë është një prodhues shumë i mirë i varave të ullirit, por gjithashtu edhe Greqia, Spanja dhe Italia janë prodhues shumë të mirë të varave të ullirit e cilësor. Dhe kjo ishte videoja për sot, miq. Shpresoj t'ju kam dhënë informacione të vlefshme dhe nëse mendoni se është kështu, bëjeni një like videos dhe gjithashtu ndajeni me miqtë tuaj në mënyrë që ato të jenë sa më të informuar. Ju ftoj që të bëni subscribe në kanalin tim në mënyrë që të më ndiqni sa herë që postoj një video të re. Bashkë do shihemi në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithë shëndet.